dola shumë mirë në provimin e historisë. Mami dhe babi ishin të lumtur dhe si shpërblim, babi zori portofolin dhe më dha e gjeni dot një kartë monedë. Nga këtë dhe bli ç'të duash. Po dalë, shkon kështu i dashur. As të duken tepër për vogëlushin? Jo, as pak, ka ardhur koha që Nikolasi të mësojë vlerën e paras. Unë i përqafova fort dhe i pretendova se ashtu do t'i shpenzoj. Në mëngjes, me të shkuar në shkollë, a tregova kartë monedë shokëve. Ulu. A shiko mëre, çfarë do të bësh me të? Nuk e di, dhe ma fali babi që ti mësoj vlerën paras, po më nda t'bja një aeroplan. Punë që s'bër, aeroplanin të kushton të paktën 1000 franga. 1000 franga? Por babi më ka thënë mua që një aeroplan i vogël kushton të paktën 30.000 monedha. Ne të gjithë e dhamë të qeshës. Më mirë, bli një tokë, që të luar të gjithë tokë. Ti po talësh apo si? Ne të shkuar në bankë, ja tregova kartë monedën shokut tim, Alçestit. Iko gjatë, para kja të copletën e dorë, ma së këtu me njëherë. Nëse se në piri, dhe një dërzova kartë monedën. Po që do të bësh me këto para? Nuk e di, ma fali babi, sepse doja të një në provimin e historisë. Më stuesja që me zi për mbante të qeshurën, ma ktheu kartë monedën. Në pushim të madh, kur të gjithë po luanin, Alçesti ma thua dhe më tha: "Më do bleshe 50 copë çokoladë, kurse cili nga me të bëj." Më ta mendoj. Si mua ideja e Alçestit për të blerë 50 copa çokoladë më pëlqej shumë. Marrova mësimin, shkova në dyqan. Zjata shite se s'ka monedën dhe i kash. Dua çokolata, dua të më bjerë 50 të tilla. Kur ke gjetur këtë bjelosh? Nuk e kam gjetur, ma kanë falur. Ma kanë falur që të blesh 50 copa çokolate? Po, pikërisht, kështu, nuk e besoj. Shitesja që më fol me nerva, mua më futi frikë dhe unë nika direkt në shtëpi. Ja rrëfeva të gjitha mamit dhe ajo më prandoi se të ta nxjente këtë çështje. Më mori kartë monedën dhe shkoi tek vizitonte me babin. Merë këtë dhe bli një çokoladë. Tani që pa mendoj çokoladën të ndaj me Alçesti, sepse me shokun ndaj çdo gjë. Jo lumt. Nuk do të keqe?